Besimtarët krishterë, katolik dhe ortodoks në mbar vendin kremtuan Pashkët. Tradita e ndarjes së dritës u përcoll me hare, ndërsa qirinjtë e ndezur ndriçuan në rrugët e Tiranës, duke simbolizuar ringjalljen dhe dritën hyjnore. Duke i dhënë ekzistencës së njeriut një jetë e re. Në Tiranë, meshat festive u mbajtën në dy nga katedralet kryesore të kryeqytetit, Katedralja Katolike e Shën Pali dhe ajo ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ceremonia nisi në orën 22 për besimtarët katolik, të cilët mbushën katedralet për të ndjekur meshën solemne të Pashkëve. Im Zot Arjan Dodaj përcolli mesazhin për paqe dhe solidaritet. Në dashurinë e tij të përkujdesshme dhe besnike që ka përcen kohën dhe hapësirën, Zoti vijon të jetë zgjuar për të ruajtur mbar botën. Zoti e ka botën në dorë. Pavarësisht çdo lufte, çdo konflikti, çdo mjerimi, Zoti e ka botën në dorë. Një orë më vonë në orën 23, kremtimi filloi në të gjitha kishat ortodokse. Në katedralen Ngjallja e Krishtit, këtë Pashkë ishin të parat për kryepiskopin Joan. Fitoria e tij mbi vdekjen është një fitore universale për të gjithë kohrat dhe për të gjithë popujt. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri. Çdo fitore tjetër në botë ka krijuar ndarje dhe vazhdojnë të ndajnë njerëzit nga njëri tjetri. Kur një fiton, një tjetër humb. Njëri gëzohet, tjetri hidhërohet. Ngjallja e Krishtit, ngjarja më e madhe e kalendarit fetar të krishterë, mes gëzimit, lutjeve dhe urimeve, u kremtua në të gjitha qytetet e vendit. Të dielën në mëngjes, liturgjia e ringjalljes mblodhi sërish besimtarët në kish. Himne tradicionale si Krishti u ringjall prej së vdekurish dhe përshëndetja Krishti u ringjall, vërtet u ringjall, dominonin atmosferën mes besimtarëve, të cilët më pas i u drejtuan shtëpive për drekën solemne familjare.